I përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel, ja kur I takojmë si çdo ditë tani më me ofertën e ditës nga hëna në të premte. Sot do të flasim për Antalya, për destinacionin të cilin ne nuk e lëm asnjëherë pa folur për të apo pa diskutuar, për gjithashtu edhe për të prezantuar ofertet e shumta që Vast Tour Operator sjell në dispozicion për të gjithë ju që ende ndoshta nuk keni vendosur për pushimet tuaja të verës. Por këtë herë kam kënaqësinë që në studio të kem të ftuar një mik tepër të veçantë I cili do të na flasë për gjithçka që Antalya ofron dhe jo vetëm për një resort specifikisht. Bëhet fjalë për Endre Shytaj nga Enel Travel. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi të kem në studio për të folur së bashku në nisje të këtij sezoni, duhet thënë, për Antalyan si një nga destinacionet që më së shumti kërkohet për pushimet e verës. Si ka qenë interesi që ju keni parë deri më tani? Interesi ka qenë gjithmonë duke u rritur, me thënë të drejtën, çdo vit, sidomos pas pandemisë kemi patur një rritje shumë të madhe të kërkesave drejt Antalyas. Përgjithsisht kanë qenë dy tipe kryesore të interesuarish, patjetër ata familjar, edhe çiftet e reja të sapo martuar përgjithsisht. Është një top destinacion për këtë lloj kategorie turistësh. Jam e bindur që për shumë vitesh ju operoni me Antalyan si destinacionin më të kërkuar të pushimeve të verës, por çfarë ka Antalya kaq të veçantë që vijon të mbetet në top list edhe pse tani më konkurenca është tepër e lartë edhe nga vendet e tjera? Po, është e vërtet, kemi një eksperiencë mbi 10 vite në treg, tashmë që merremi me Antalyan. Turqia si destinacion turistik është një destinacion shumë I larmishëm për sa I përket turizmit, që do përfshin përveç resorteve me 5 yje all inclusive, ka një diversitet goxha të madh në pjesën se çfarë të ofron, në pjesën historike, në pjesën e atraksionit kulturor, në pjesën e atraksionit të aventurës, që mund të bësh zhytje, eksplorime të ndryshme, të cilat ofrohen shpesh nga guidat tona, I rekomandojmë përgjithsisht për njerëzit që kërkojnë këtë lloj turizmi, por mbi të gjitha është dhe relaksi që të ofrojnë resortet me 5 yje all inclusive, është pushim absolut mirëfilli. I mirëfillt. Nuk është thjesht një lëvizje siç mund të bësh një pushim në Europë që bën mbi 20 e ca mijë hapa dhe kur kthehesh në darkë në hotel I heq I lodhur I kputur sa që nuk ke fuqi të vazhdosh për ditën tjetër. Antalya është një diçka që të jep relaks absolut. E sa kaq në momentin që ofron një kulturë tjetër pushimesh, shumë interesante fakti që më përmendet që ka disa lloj mënyrash se si mund të shpenzosh pushimet atje, duke marrë në konsiderat edhe turet e ndryshme kulturore, por edhe ato me adrenalinë që mund të zhvillohen ndoshta përgjatë zonës Bregdetit. A janë të interesuar të gjithë ata që shkojnë në Antalya për të parë edhe këtë anë tjetër të saj, apo preferojnë më së shumti pushimet brenda një resorti? Më së shumti të flasim të vërtetën është që preferojnë pushimet brenda resortit, përgjithsisht janë, siç e thash, familjar që janë të lodhur gjatë vitit edhe duan atë pushimin absolut që të ofrojnë, po me kalimin e viteve kanë ardhur shumë kërkesa duke u rritur, duke preferuar këtë lloj turizëm të aventurës, qoftë nga edhe familjarët që marrin fëmijët me vete, patjetër që bëjnë zhytje ose edhe shëtitje me varka ose mund të jenë edhe eksplorime të ndryshme të cilat I ofrojnë guidat, por edhe nga çiftet e sapo martuara. I janë shërbime që ne I ofrojmë që japin një diçka më ekstra pushimeve në Antalya dhe janë lehtësisht të aksesueshme nga guidat që kemi ne atje. Ne kemi një Bregdet të mrekullueshëm në Shqipëri, e pa diskutim edhe resorte të shumta të cilat janë ndërtuar vitet e fundit, ndoshta hotele të cilat kanë sjell frymën all inclusive gjithashtu në Shqipëri, por çfarë gjejmë në Antalya që nuk e gjejmë në Shqipëri për të menduar pushimet tona shtatditore këtu? Antalya, Turqia, domethënë ka një larmishmëri shumë të madhe të Bregdetit. Domethënë ne jemi 2 dete, që është Adriatiku dhe Joni, dhe ndërthuren shumë bukur në jug të Shqipërisë, në Vlorë, që ka një larmishmëri shumë të madhe të Bregdetit. Antalya ka akoma një larmishmëri edhe më të madhe. Ajo kapet laget nga deti Egje, deti Zi,
edhe disa dete të tjera që nuk po më vinë për momentin, dhe ka një larmishmëri të Bregdetit edhe ajo, domethënë mund të përmend zonën e Kemerit që është ngjason shumë me jugun ton, me plazhin e Dërmiut edhe kështu, shumë det i pastër, shumë natyrë e bukur, por gjithashtu mund të përmendim plazhet si Lara, të cilat ofrojnë një gjallëri shumë të madhe, një det shumë të pastër, edhe me një larmishmëri të madhe të jetës së natës. Përgjithsisht zona e Larës është shumë e frekuentuar nga çiftet, por kemi edhe zonën e Sides, edhe të Antalyas, që përgjithsisht ka një det sipas standardeve tona të Shqipërisë është çik më inferior, anon më shumë nga ana e Durrësit, po prapse prapi hotelet janë shumë të predispozuara që këto ti rregullojnë në mënyrë shumë të mirë, domethënë ti organizojnë në mënyrë mjaft të mirë, shpesh duke vendosur rërë që ata e hedhin, që të jetë sa më e këndshme ndëtja në plazh, dhe si dhe larmishmërinë që ka dhe te pjesa e kulturës, domethënë i ka tmerrsisht shumë kollaj të aksesueshme, çfarë do lloj gjëje që ti do të bësh, domethënë kjo është një diferencë, domethënë larmishmëria më shumë që të ofron Turqia sesa në krahasim me Shqipërinë, duke qenë se është edhe vend më i madh, shumë më i madh. Ndërkohë nga gjithë eksperienca juaj mbi 10 vite, sikurse më përmendët, cilat janë zonat të cilat preferohen më së shumti në Antalya për të pushuar? Ndoshta kjo lidhet edhe me vendodhjen e disa resorteve, të cilat mund të jenë më të kërkuara gjithashtu. Ajo që preferohet më shumë të thoja që është edhe një çik më e shtrenjtë është zona e Kemerit, pastaj besoj vjen direkt zona e Belekut, për shkak se kanë detin më të mirë. Domethënë Kemeri ka një det që ngjason jugun tonë të Shqipërisë, ndërsa Beleku është një ndërmjetësim i të dyja deteve, domethënë që ka dhe plazhe të bukura ranore e kështu. Por përgjithsisht është zona e Kemerit ku mban një nga hotelet më elitare që janë Nirvana, Dolce Vita, është Rixos Premium te Kirova, janë hotele që bajnë shumë lart standardin e Turqisë, domethënë mund edhe të thuash janë nga top hotelet më të njohura në botë për sa i përket këtij lloj turizmi. E nëse themi resorte, pa diskutim që mendja në shkon tek shërbimi all inclusive, të shumëllojshmëria e aktiviteteve që ofrojnë për fëmijët, duke tërhequr kështu familjarët më së shumti, por çfarë gjen një familje brenda një resorti e çfarë gjen një çift, ose si mund të ndahen ato nga njëri tjetri? Është shumë pyetje e bukur, domethënë familjarët kanë një gjë, nëse jeni prind edhe keni një fëmijë që do shumë hiperaktive dhe si të thuash ju prish ato pushime se duhet jeni gjithë kohës në mbikëqyrje të fëmijës, ja është një zgjidhje shumë e mirë, domethënë resortet all inclusive për shkak se ofrojnë daycare, kopshte ose edhe klube që mbledhin fëmijë të grup moshave të ndryshme për t'i marrë edhe i organizojnë. Domethënë ju fëmijën praktikisht e shikoni thjesht ditën e parë dhe të dytë, nuk e shikoni më përveç se në darkë që mblidhet te dhoma, për shkak se fëmijët gjejnë njëri tjetrin pavarësisht se është barriera e gjuhës, fëmijët dinë të komunikojnë dhe të lozin me njëri tjetrin, edhe është vend absolutisht ideal që fëmijët të argëtohen edhe të marrin me të vërtetë atë pushimet që ata pëlqejnë edhe kërkojnë. Domethënë si dhe për prindrit që si të thuash kanë më shumë kohë për veten e tyre, edhe të shijojnë edhe pushimet në mënyrë më të relaksuar edhe më pak përgjegjësi. Po për ata çifte që e mendojnë Antalyan si një destinacion për muajin e tyre të mjaltit, duke marrë këtu në konsiderat që edhe për gjatë muajve të verës kemi dhe shtim të numrit të celebrimeve martesore, kështu që shumë e mendojnë Antalyan si një destinacion fill pas ceremonisë së tyre. Shiko, strukturimi, domethënë që ne i kemi bërë që jetë sa më e aksesueshme Antalya, të bën që të jenë disa pushime që planifikohen shumë kollaj, domethënë dhe është një trend që ka ardhur shumë në rritje që përgjithsisht çifteve të reja ju bëhet dhurat një muaj mjalti nga familjet, domethënë kemi pasur shpesh raste të tilla që vinin domethënë përgjithsisht që niseshin direkt mbas dasmit, bënin dasmën, të nesërmen niseshin, ishte një ndjesi shumë e lezetshme edhe për ne si staf që të shërbenin, domethënë të gjenim hotelin më të mirë të mundshëm, që përgjithsisht zgjidhej nga prindrit të sapo martuarve, edhe është një eksperiencë shumë e bukur që na zbukuron punën. Tani
Hotelet all inclusive ofrojnë një larmishmëri të shumë, domethënë për sa i përket çifteve të sapo martuara, qoftë edhe me argëtimet që ata mund të bëjnë, domethënë dhe për jetë natë që mund të dalin edhe të bëjnë, përgjithsisht kanë lokale dhe clubs brenda resortit që mund të dalin të argëtohen pa që nevoja që mund të shkojnë në qytet, qoftë edhe shërbimet që janë të gjitha të paguara all inclusive ose ultra all inclusive, kushdo që ka dëshirë të pi një diçka e gjen është lehtësisht e aksesueshme dhe në varësi të hotelit domethënë janë shumë bare brenda hoteleve që janë fantastik, domethënë unë kam pasur vetë mundësinë që të provoj shumë koktejle të lezetshme dhe ta shijoj në maksimum atë eksperiencë. Nëse jeni tip që pëlqeni të pini një gotë në darkë pas pushimeve, domethënë këto janë vende shumë të rekomanduara, domethënë baret brenda resorteve janë diçka ekstra. Përpos pastaj që edhe aktivitetet e shumta që mund të organizohen, për shkak se ka dhe shumë argëtim, domethënë ka që do të thoja, fjala s'po më vjen. Ka dhe festa të ndryshme me stadion, me DJ të famshëm dhe këngëtarë të famshëm, të cilët në disa resorte specifike kanë data të rëndësishme. Yes, është e vërtet kjo gjë, do të thënë mbaj mend isha në një resort, do të thënë, nuk po them emrin, ishte goxha i mirë, edhe thjesht më thotë dikush që ky DJ është me fam botrore, nuk është se e njihja, do të thënë po di që te parti që po bëja aty te moli resorti, do të thënë nuk gjeje dot vend kishin ardhur të mërësisht shumë edhe nga resortet të tjera me sa mora vesh, do të thënë ishte një DJ sensacional, do të thënë që kishte goxha emër në botë. Vjet ka ndodhur e njëjta situatë The X Beleksi, një nga resortet që mori dhe më shumë zë dhe ishte on top pikërisht për shkak të pjesëmarrjes së Mahmut Orhan përgjatë disa datave në Korrik dhe në Gusht, kështu që besoj ndodh e njëjti fenomen tani edhe në resortet të tjera, duke marrë në konsiderat edhe faktin që DJ-t kanë marrë një vëmendje të shtuar edhe në botën e industrisë. Po, është e vërtetë, domethënë sa më i mirë tjetë hoteli, aq më mirë është edhe cilësia e animacionit që ata ofrojnë. Domethënë animacioni është diçka që jep diçka ekstra pushimeve tuaja. Domethënë nëse merrni pjesë në animacionet që bëhet, domethënë do e shikoni që ato pushimet tuaja nuk do jenë thjesht një si të thuash një pushim boring që do rish ulur në pranë pishinës ose bregdetit, por do të japi një adrenalinë akoma dhe më shumë. Domethënë sa më i mirë të jetë hoteli, aq më mirë është dhe cilësia e animacionit. Domethënë duhet i vjet fokus shumë kësaj gjëje. Domethënë se t'jepet një larmishmëri e madhe të çfarë gjërave që ti përjeton brenda një resorti. Ndërkohë, duket sikur vera është larg, por në të vërtetë janë vetëm 2 ose 3 muaj nga tani dhe jam e bindur që rezervimet kanë nisur e ata që janë treguar edhe më të zgjuar kanë rezervuar edhe më herët pushimet e tyre duke përfituar edhe çmime më të mira. Çfarë do thoje ti lidhur me këtë, edhe cilat do të ishin disa këshilla që do t'i jepje të gjithëve? Vërtet, këtë vit pushimet kanë filluar që kërkesat kanë filluar që në janar, më saktë pa dalë akoma paketat, kishim klient që vinin të zyra, dërgonin mesazhe që kur po dalin paketat, se duam që t'i rezervojmë me këtë early booking që të përfitojnë një çmim sa më të mirë dhe kemi pasur të mërësisht shumë kërkesat. Domethënë kërkesat janë rritur krahasuar me vitin e kaluar. Shqiptarët po bëhen të ndërgjegjshëm që është mirë që t'i rezervosh këto pushime më përpara, edhe paguan një çmim më të leverdishëm, se gjithmonë raporti cilësi çmim në Antalya është fantastik, domethënë nuk është vetëm për tregun shqiptar, por është edhe për tregun botror. Po, e vërtet. Ajo që do i këshilloja klientëve që zgjedhin në resort all inclusive është një këshilla ime personale. Nëse keni mundësi për fare pak lek, merrni një room me sea view, domethënë dhomë me pamje nga deti. I shton shumë lezetin qëndrimit në hotel, të jep shumë qetësi, ajo kafja e mëngjesit të rish, domethënë është tjetër qëndrimi i dhomës në hotel me pamje nga deti, tjetër që është me pamje nga kopshti ose nga diçka tjetër. Domethënë i jep një vlerë tjetër pushimeve. Ky është një nga tipsat që them unë gjithmonë për klientët e mi. Edhe një këshillë e vlefshme në fakt. Faleminderit shumë që ishe me mua sot në studio edhe që prezantuam së bashku Antalyan si një destinacion absolut të pushimeve dhe uroj një sezon sa më të mbarë dhe për Ene Travel. Faleminderit, ishte kënaqësi, shpresoj të rishihemi. Pa diskutim.
Ndërkohë, kështu kemi mbërritur në fund me ofertën për ditën e sotme. Sot nuk folëm për resorte specifike, por jam e bindur që me to jeni njohur edhe më herët në të gjitha episodet e ofertës së ditës. Sa kaq pa diskutim që ne kemi përzgjedhur 2 prej tyre, të cilat të dhënat i gjeni në pjesën e poshtme të ekranit të afishuara, e mua gjë tjetër nuk më mbetet përveç se t'ju uroj pushime të mbara. Shihemi në takimin e radhës.